Domethënë ne bëjmë gjykimin tonë më të mirë duke kemi bërë një vlerësim sipas asaj që dinë ne në më të mirën e mundshme, duke marrë parasysh strukturën, organizative të UÇK-s, duke marrë parasysh aspektin e kontrollit dhe të komandës që ne besojmë që UÇK-ja nuk e kishte, dhe një prej arsyeve kryesore të kësaj gjëje ishte që nuk kishte një kontroll dhe komandë efektive të UÇK-s. Përgjigje, fakti që të akuzuarit kanë qenë në burg, janë në paraburgim këtu në Hag për më shumë se sa 5 vite, dhe fakti që ato janë dorëzuar vullnetarisht dhe fakti që janë mbajtur të ndaluar për kaq shumë gjatë më shqetësuar, kjo nuk është drejtësi. Unë nuk jam jurist me profesion, megjithatë kanë të drejtë të shfaq dhe të them me zë të lartë opinionin tim.